e pa më punën e patëmeta që është në duke ecur në urdhrimet e ligjit të Zotit Jahve, në të gjitha, nuk tha në disa, po në të gjitha urdhrimet. Dhe ata ishin njerëz si neve, dhe konteksti i Biblës është një kontekst hebraik, jo një kontekst perëndimor që kanë shtrembruar Biblën masandaj dhe berë nga ana perëndimore, masandaj janë të besimtarët janë modern. Normal që janë modern, dalin me çdo lloj drite, me çdo lloj citime, me çdo lloj që kur i shikon, akoma nuk dihet çfarë është mëkati. Besimi jot, ku do të qëndrojë? Në Zotin Jahve, siç e thamë në Efezianët apo në Hebrejnë të pak më përpara në vargun 6. Dhe çfarë është besimi? Besimi është substanca e gjërave të shpresuara. Dhe është një evidencë, një provë e gjërave që ti nuk shikon, por e merr me anë të besimit, këtë lloj substance që ti e krijon në zemrën tënde. Që ati do të shpërbleje kur ti vendos që të kthesh në urdhrimet e tia, në ligjin e tia, e ti do t'i marrësh ato evidenca gjatë rrugës, por jo se nuk e shikon tani dhe mos andaj opa me njerë bijem në frikë. Ati nuk të shpërblej në atë mënyrë, kur nuk ka dhënë asnjërit në atë mënyrë. Dhe mos njerëzit sot marrin diçka në këtë rast se jepet nga mirësia që ai ka vendosur. O ja shikon erdhi prej Zotit, nuk erdhi prej, sepse ke të paligjshëm që janë të pasur dhe kanë gjëra të mira, mos ndoshta janë me Zotin ata? As sistemi i drejtësisë dhe mëshirës së Atit që është vendosur që në fillimet në këtë botë, që gjithsesi njerëzit do marrin po të veprojnë në një mënyrë të rrjedhës së urtësisë së Atit, dhe se nuk e njohin, mund të uzurpojnë, mund ta shfrytëzojnë, siç i ke shfrytëzimet e mbretërve, gjëra, masandaj që Satani shfrytëzon mirësinë e Atit dhe ja jep dikujt, e merr e shtrembron për momentin dhe thotë mos e ndjek atë. Dhe fillon frika, dëshpërimi me njerë që ti dhe unë të turremi ndaj shkeljes së ligjit. Dhe thotë, varja, thotë, mos ka rëndësi, thotë, unë do t'i jap. Ja, tuj, mirë jetë, ti e mirë, thotë, ti ta ish sabatin, thotë. Da të ikën nga puna? Po jo, thotë, ti mirë jetë. Pastaj si do ta gjesh punën tjetër? Fillon të mbush mendjen me çdo lloj frike. Ndërkohë besimi tënd që duhet ta kishe refuzuar atë lloj mendimi me njëherë në emër të Jashuas. Ati do sigurojë, sepse unë do ta nderoj. A nuk ja ofrovi Mesias të tërat të mira të kësaj bote? Ja ofrovi. Me Mesia tha do të rroj me urdhrimet e ligjit. Mateu 4:4 citovi ligjin e përtërit e 3. Tashi ai ofron shumë gjëra dhe neve çdo ditë. Ofron femrat, ofron kënaqësitë, ofron masandaj rrugët, ofron udhëtimet, plazhet, të tëra palishmëritë, lakujësitë. Shikon, se po të vesh atje tani janë s'ka veshje me sot e kësaj dite. Unë shikoj biles në Izrael. Nuk ka më veshje. Dhe disa janë akoma atje. Ti je atje. Unë e plazhi, duke mbajtur koktelin tënd, masandaj do bashkohesh me të njëjtat frymra. Ati ka dhe kishte normal që ka një plan, por nëse duhet të jetë një evidencë në jetën tënde të shpërblimeve që ti nuk i shikon. Si do t'i japi, kur do t'i japi, ti do ta mbash atë zemër me shpresën e plotë, që ti të mbushesh me plotësinë e tij, si thot Efezianët 1. Me plotësinë e tij. Kur ke plotësinë e tij, Satani nuk ka vend. Kur ke plotësinë, urdhrimet, bekimet e qiellit, që janë dhe fizike, që ka thënë Ati, nuk e kanë thënë prosperiteti karizmatik. Ka folur në ligjin për 3:28. Bekimet e qiellit dhe materialet thotë që ti nuk do kesh vend ku ti mbash në ambarët tënd. Ndërkohë neve vrapojmë ne duam të krijojmë ambaret tona dhe ti mbushim neve. Ndërkohë Mesia tha ti nuk i shton dhe një kubik thotë asaj ambarit thotë që ti ta mbushësh thotë me shqetësimin tënd.
vendos në jetën tënde prioritet besimin që do të kesh për shpëtimin, të kesh jetën e përjetshme si objektiv, çfarë do të bëj? Do të ndalosh të shkruaj ligjin. Po e bëre këtë, do shikosh mirësinë aty se po vuan nga vendimarrja jote. Njerëzit sot vuajnë për gjëra të tilla. Prandaj nuk dëgjojnë, prandaj nuk durohen mësimat e vërteta sepse duan gudulisjen. Prandaj kur shikojmë që thot vetë që do vi koha, dhe ato ko jemi që doktrina e shëndoshë e ligji përsosur që sapo e pamë në para Timoteu 1 apo në Titi 1, ajo doktrinë e shëndoshë nuk do dëgjohet. Sepse ka të bëjë me diçka që ti dhe unë do ndryshojmë. Do ndryshojmë ditën e pushimit, ta bëjmë sabatin, do ndryshojmë masandaj mënyrën se si flasim, do flasim besimin, urdhrimet, të shpresën, plotësinë, dashurinë e Atit, identitetin tonë dhe do ndryshojmë në këtë normal që veshja tënde si motër do të ndryshojë. Nuk do veshësh pantallona motër, do veshësh fustane, vllajta thot hapurazi, sepse njëri që vesh një grua që vesh pantallona është një gjë e neveritshme për paratit, sepse na përket neve si burra. Do veshësh një fustan që është poshtë gjurit dhe ka një bukuri të rrallë që sot është edhur tutje. Ka plot në të rast që i veshin, nuk e vend dyshim, se mos unë shikoj këtu tek mua në të rast nga ana perëndimore e Kanadas me Rinati, se nuk do jemi këtu, por Shqipëria është objektivi ton, por shikoj se mos gratët që janë të rritura në të rast, moshës tretë të themi, mbi 30-40 vjet, që vishen me një mënyrë kaq të bukur kinezet, me fustan, me një mënyrë kaq që unë kur shikoj them, wow, sa bukur do ishte që një motër në Shqipëri të visheshe në këtë mënyrë. Tregon integritetin, ve thekët ajo motër në 4 cepat e fustanit të saj, në mënyrë të bukur, nuk është nevoja ti ketë gjatë, po dhe mi thotë tjerë të të ujve të tjerë të gjithë ka i prekte ballin për atë aktin e xhelozisë që burri i saj mund të akuzonte atë grua. Regon veçimin si neve, siç ka thënë vllai. Kur vjen njerëzit, plazhi, po plazhi është një gjë lakurisie në atë parë që aty nuk ka thënë për gjëra të tilla. Ne si burra dhe gra vishemi, në këtë rast mbulojmë trupin tonë dhe largosh nga vendi plazh. Shkon në buzë detit apo liçenit që nuk ka njerëz që të vishen afër teje. Në atje dhe masandaj dëshiron një person të lartë, shkolau i veshur, ka veshje sot që masandaj dhe qëndron, është një çadër mund ta marrësh të vogël aty dhe mund të ndërrosh rrobat e lagura dhe mban prap trupin e mbuluar si burri dhe grua, nuk zhvishet një burrë në këtë rast me lakujsinë e tij të trupit lart. Unë nuk e bëj dot me, ka disa vite që po bëjmë pak to 5-6 vjetet e fundit. Që nuk e ndjej, sepse ka hyrë fjala, urdhrimet, ligji për të më veçuar. Që përse do ta shpreh unë të lakujsi ndaj mua më vjen zor për veten time në atë parë. Se kaluam me gjërat. Por të vi koha që kur njerëzit nuk do durojnë ligjin e Atit Jahve që shprehet prap Timoteos në
para Timoteos 1 thotë që ligji është i mirë dhe do ngrihet kundra palishmërisë, jo kundra të drejtit, ai drejti e zbaton. Romakëve 2, njëjti apostull 2:13, ai drejti e zbaton ligjin. Dhe masan ligji do ngrihet kundra çdo gjë që bie në kundërshtim me doktrinën shëndoshë. Me njerëzit ligji nuk do ta adorojnë më, por sipas endjeve të veta do ngrumbullohen mësues për të gudulisur veshët e tyre që janë larguar nga vërteta dhe po ecin dhe do t'i sjellin drejt prallave. Sa janë sjellë sot drejt prallave që janë larguar nga vërteta? Sepse ligji nuk është më, doktrina shëndoshë nuk durohet më. Normal, Satani nuk e do ecin në drejtësi në zbatimin e ligjit. Do sjelli gudulisje, do sjelli mësandaj, do flasim për disa tituj që marrin në Amerikë mësandaj, që kur po shikonja dia par dia, po shikonja zjarr, dhe shkruan, ja, kisha e veprave 2, zjarr në palishmëri, në lakujsi, ndërkohë ajo merr vajin nga Tanzania, me e zhveshur, përpara, e vajoste tjetri që zbriste me helikopterin, ndërkohë fshati atje nuk ka për të ngrenë, me helikopterin e tija privat, mu në mes të arës, dhe duke shtruar ai pastaj tapeti kuq, i veshur si mbret me ato kuror të arit, dhe i bëni masë statujen. Dhe ky personi vajoste tjetra që në apostulle, masandaj. Çfarë janë këto palishmëri sot? Filloni rënjet masandaj demonike që bum, dridheshin manifestimin e frymrave. Frymrave që mbushen, jo se çlirohet një person, sepse dridhjet janë në çlirimin, se ka ndodhur dhe mua kur kam çliruar njerëz. Dhe i shikon masangjar për ka folur. Unë do të bëj këtë heshtën në emër të Jashua, se thash. Dil prej saj. Villon të manifestosh akoma më keq. 5 minuta pas, opa, doli. Ja dhe. Ndërkohë ishte aq e thellë ajo, ishte futur në magjitë që ishte në këta First Nation këtu në neve, që ishin njerëzit e parë kanadezë që kanë qenë, që janë në magjitë fortë ato. Me shumë gjëra që çlirua për ato 5 minuta. Andaj, i thamë, i këshilluam, dhe bato, bej, ligjin këtuja, edhe u këtuja pasën, dhe prapë në një të njëjtën akoma më keq status të saj. Nuk e di ku është. Sepse, shtu jam mësuar, prandaj unë shikonja dhe për juve në rast neve që postova çiftin. Perceptime boshe, të përgjithshme. Ndërkohë unë e di, dashuria, fjala, dashuria, po të flasim për dashurinë për atë. Raponte në tjetra që ishte veshur në mënyrë skandaloze me pantallonat e neveritshme përpara atit, duke treguar tjetra ishte 2 metra e gjatë, me pantallona imagjino siç vishen sot dhe me një bluzë që ishte kaq e ngushtë, vetëm si që ajo si afrikane të tregonte trupin e saj, ai vrapovi te dera, ai që pat juve në ekran. Vrapovi tek dera, ajo po ikte, kishte mbaroi shërbesa, çfarë shërbesa ishte, ajo po ikte fare, ai e pa që ajo iku, vrapovi, pastori, gjoja, pastori, vrapovi ta kapte atë, po ikë, tha, si s'më thef, mirë pafshim, tha, ai, kur e pa, të tërë shikoni, po pse e berja televizje? Në mes të tërëve, kur ajo nuk ishte për të bërë lëvizje në atë parë, sepse ajo ishte e tilla që kishte ardhur për lëvizjet e saja, që i ligu e kishte sjellë që të lëvizte liku në mënyra shumë që të merrte ndonjë në lëvizjet e tija. Ndërkohë ai vrapovi e vajti për ta kapur, unë shikoj atje të saj. Gjëra që kisha kuptuar tash me kohë, por dilnin fruta atëherë pas here. Gjoja dhjaku i tij, masandaj dhjaku, ai kalonte një tjetër, masandaj unë aty sapo afrohesha. O, tha, ti tha, pas kere nga pesha, tha, wow, tha. Ai dhjak, ndimës e këtia. Kishtë që madhe dhe gjoja, 1200 veta. Ajo bashkua pas, ky personi kishtë edhe një tjetër aty afër, një shokun e tia. Ajo tjetër i hypi në kuris këti dhjakut, se ishte një që kishkurtër ky.
Dhe po qeshte që ati i bere këtë lloj batute asaj. Kur unë kaloj e pas me sy, thash, ata e morën vesh unë e bera. Ja, nuk dhash në një shenjë të mire, për deklaratën që a i beri, thash, të thuash njera si është në kisë, pas të vëzhgova, të egzaminova, që ti pas kërën nga pesha, ishte preokupimi im, tha i, për atë lloj palishmërie. Ajo fryma e epshit, e pallit, fryma e mamonit edhe i rutarisë është brenda pentakostalve, sidomos. Se është në të tërë, se nuk është por. Në paktën ata e shprehin gjërat. Pasaj të tjerë që janë çik më të përmbledhur, janë çik më intelektual, pastaj ke grupe të tjera që jo, ne vishemi mirë, ne nuk bëjmë këto gjëra, ndërkohë të njëjtat manifestime në gjëra që bëjnë, pastaj është palishmëria gjende, shkelje e ligjit, shkelje sabateve, festave. Dhe është një sektësirë pastaj që gjende ndodhi në për familje, ndodhi në atë drejtues. Ne shkojmë, u flasim drejtuesve këtu në Kanada. Ne shpërndajmë ato broshuret, kemi dalë dhe vazhdojmë të dalim me mikrofon këtu tani, se kanë filluar ka disa kohë, si që kisha që më përpara. Por ne nuk merremi me palishmëri në me. Sepse dikush komenton, është puna tende, duhet kuptosh përse ishte, kujt isha adresuar, si ta thash në mësimin të tërë. Por normal që nuk, kush do ta dëgjoj. Vazhdon ajo punën e Hebrejve 11, vëlla motër. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Besimi është, dhe ky dy tjetër, në jetën tënde që ti do marrësh evidencën e gjërave që ti nuk shikon me syrin tënd. Por me anë të besimit do marrësh shpërblimin e urdhrimeve kur ti zbaton. Sepse me anë të besimit të saj, të moçmit, të lashtë, thot, për etrit tanë, të besimit të vërtetë, ata morën dëshminë e tyre. Ti do të kesh dëshminë përpara qellit, ti do ta marrësh dëshminë tënde që ti të flasësh me gojën tënde çfarë ka bërë Ati në jetën tënde kur ti po ecën në rrugët urdhrimet e atij ligjit, beson tek Mesia dhe ti thuash të tjerëve, shiko çfarë bëri ai. Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me anë të fjalës së Elohim të Zotit, sa që ato që shihen nuk janë bërë prej gjërave që shihen. Sa ato që shihen nuk janë bërë prej gjërave që ti shikon, është bërë prej Atit që nuk e shikon tani. Me ka fjalën që ti të marrësh gjërat në jetën tënde, për besimin që do shprehësh që tani nuk e shikon atë shpërblim, por e merr me anë të besimit. Në atë besimit Abeli ofroi Elohim një flijim më të mirë se Kaini. Me anë të tij ai mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Elohim dha dëshminë se e pranoi ofertën e tij. E shikon vëlla që Abeli mbajti festën e frutave të para dhe i çoi Atit ofertën më të mirë në altarin që Adami kishte. Dhe kështu ai praktikovi festën, urdhërimin e caktuar që përkeste frutave të para, dhe kështu ai u shënua dhe mori dëshminë e tij që ishte i drejtë përpara Zotit Yahweh, dhe Ati e pranoi ofertën e tij. Dhe me anë të tij, ndose vdiq, ai po fletende. Na u di emri tënd. Ai po flet ende, po flet dëshmia, por më lejo, lutem ta kem këtu ja. Si po flet ende? Ashtë specifikisht që ti du ta kuptosh si po flet ende. Ndoshta se kam këtu, për më lejo ta gjej. Nuk e pas kam këtu se nuk e. Si po flet ende? Dhe specifikisht e thotë si po flet. Si po flet. Haja, lutem Atit të. Lutem Atit ta kuptojmë vëlla. Si po flet ende.
Më lejo ta gjej. Unë po lexoj Abdije, mos andaj tash. Ua, më dilin të lidhura të tëra gjërat. Si po flet ende. Ja një moment, më falësh, Po bente padina, por dalë të shikojmë. Okej. Lavdi mi tanto atë. Ku fliste për Ferrin dhe kompartamentin mos andaj të drejtëve. Do të marrë një varg fillimisht që ti ta kuptosh që normal që Juda 1:14 profeti Enoku ka folur, por unë do të marrë një fjalë të vetme që në fillim si fillon libri tia. Dhe pastaj ti mediton këtë, ndërkohë që unë do ta marr vargun tjetër, ti shikoje dhe lexoje në ekran, ndërkohë që unë punoj për ta gjetur atë. Cili ishte deklarimi i parë që shikon tin, që në fillim dhe mbas këtyre vargjeve është Juda që citon Juda 1:14 që Mesia do vijë për të gjykuar të palishmërinë thotë. Por do jetë mësim më vete që janë 7 qejtë, por le të shikojmë atë vargun që si po flet ende. Këtu si shtje pe, profeti Enoku thotë që fjalët e bekimit e Enokut me të cilat ai bekoi të zgjedhurit dhe të drejtit, të cilët do të jetojnë në mundimin e madh. Në sot si ka thënë Satani që jo, këtu nuk janë, këtu duhen ty. Dhe do filloj mundimi i madh dhe njerëzit as janë të përgatitur në detajet që duhet kemi. Kur të gjithë të ligjtë, të paligjtë në këtë rast, që shkelin ligjin, dhe të pafejtë do të zhduken. Dhe ai filloi shëmbulltyrën e tij dhe tha Enoku një njeri i drejtë, sytë të cilët u hapën nga Elohim, nga Zoti, pa vegimin e të shenjtit të Atit Jahwe në qell, të cilët engjëjt ma treguan. Dhe prej tyre dëgjova gjithçka, dhe prej tyre kuptova, siç pash, por jo këtë brez thotë që jemi ne, thoshte Enoku atëre, për veten e tyre, po për një brez të largët që do vijë. Do vijë për neve, që do jetojmë në mundimin e madh. Ndërkohë libri flet që ja treguan engjëjt. Tani, ti dhe unë pamë që ishte Abeli, që ky rast po fletende thot, okej, për punën e Abelit dhe Kainit po fletende. Tashi vllai do të hedh Ferrin. Çfarë Enoku vazhdonte të thoshte për Ferrin? Dhe që ande shkova në një vend tjetër tek ai mal me shkem të fortë, dhe aty kishte 4 vende të zbrazëta, të thella, të gjera dhe shumë të lëmuara. Sa të lëmuara janë vendet e zbrazëta, të thella dhe të errta për tu parë. Atëre, Rafaeli, një nga të 7 engjëjt, do t'i flasim më vonë. Rafaeli ju përgjigj dhe që një nga engjëjt e shenjtë që ishte me mua dhe më tha: "Këto vende të zbrazëta janë krijuar pikërisht për këtë qëllim, që frymërat e shpirtrave të vdekur do të mblidhen aty. Po të gjithë shpirtrat e bijve të njerëzve do të mblidhen këtu. Dhe këto vende janë bërë për të pritur deri në ditën e gjykimit të tyre, deri në periudhën e tyre të caktuar, derisa gjykimi i madh do të vijë mbi ta." Vargu 6. Pa shpirtin e një të vdekuri, duke në këtë rast këtu është duke e paditur, duke bërë padinë, duke bërë padinë, se ka marrë të bësh një padi, e ka përkthyer gabimin. Duke bërë padinë dhe zeri i tij, duke bërë padi, dhe zeri i tij doli në qell dhe bën padi. Dhe pyeta Rafaelin, engjëlli që ishte me mua,
Dhe thashë, ky shpirt që bën padi, kujt është? Zeri të cilët del dhe që bën padi në qell. Dhe ai mu përgjigj duke thënë, ky është shpirti që doli nga Abeli, të cilin vëllai i tij Kaini e vrau. Dhe ai ngre padi kundra tij derisa fara e tij të shkatërohet nga faqja e dheut dhe fara e tij të shfaroset nga fara e njerëzve. Fara e tij. Fara e palishmërisë, sepse Kaini e vrau vrasësit, shkelësit e ligjit, që do vi gjykimi, tha pak më përpara. Tashi fara Abelit, Abeli si çfarë pamë? Abeli ati ishte pëlqyer. Mori, pranoi, dha një dëshmi të mirë se ishte i drejtë. Kurse fara e Abelit në këtë rast, palishmëria, fara e Kainit, nuk është një farë mirë. Unë pyeta në lidhje me këtë, në lidhje me të gjitha vendet e zbrazëta. Pse ndahet njëri nga tjetri këto vende? Humnera me kompartamentin e drejtësisë dhe me Ferrin, që tha nuk mund të kalojmë këtë, tha Avrahami, tha. Dhe thot tu, pse ndahet një nga tjetri, thot tu dy vende? Thot ishte këto vendet e zbrasta. Dhe ai më përgjigj dhe më tha, këto të tre janë berë që shpirtrat e të vdekurve të ndahen, dhe një ndarje e tillë është berë për shpirtrat e të drejtëve, Abrahami dhe të tjerët, të gjithë që kanë vdekur, që janë gati për ringjallje, kanë zbatuar urdhrimet e ligjit, besim tek Jeshua Mesia. Po ata në këtë rast që ishin të drejtë përparatit para Mesias, normal që Krishti do t'i ringjallej, sepse qëndruan të drejtë duke zbatuar ligjin, kishin një kryepriftëri tjetër që ndërmjetësonte për ta. Kjo ndarje e tillë është bërë për shpirtrat e të drejtëve, në të cilët është burimi i drejtshëm i ujit. Burimi që pash vizion para 3 vitësh, që Mesia qëndronte me kovën e argjendit. Shiko, burimi i ujit i shndritshëm. Lumi i jetës po flet vlla motër përpara në tempullin, në Zbulesa 21. Ndërkohë Enoku është shkruar të paktën, në këtë rast kemi 4000 vjet mos më shumë, më përpara. Të paktën 3000 vjet e gjysmë para ardhjes së Mesias. Dhe është bërë i tillë, ky vend thot për mëkatarët, kur ata vdesin dhe varrosen në tokë dhe gjykimi nuk është ekzekutuar mbi ta gjatë të jetës së tyre. Kanë shpëtuar gjykatës së botës, thot, por nuk i shpëtojnë gjykatësit të qellit, Zotit Jahwe, thot. Këtu shpirtrat e tyre do të ndahen në këtë dhimbje të madhe deri në ditën e madhe të gjykimit. Dëshkimi dhe mundimi i tyre që mallkojnë përgjithme dhe në dëshkimin për shpirtrat e tyre. Atje ai do të lidhë përgjithmonë. Dhe një ndarje e tillë është bërë për shpirtrat e tyre që bëjnë padi, të cilët bëjnë rrëfime në lidhje me shkatërimin e tyre, kur u vranë në ditën e mëkatarëve. A nuk thot Zbulesa që deri kur do marrësh shpërblim? Në Zbulesa 19 mos gaboj, që thoshin për ata shpirtra që u dha mësandaj një robë të prisnin për një moment, derisa dhe të përmbusheshe numri dhe të tjerëve, që do vriteshin si ta, ishte fjala. Në këta janë të shpirtra që thotë Enoku më përpara, që bëjnë padi për paratit për të përmarrë, thot akmarrja jonë, kur do vi, thot, me këta që na kanë vrarë, thot. E tillë është bërë për shpirtat e njerëzve që nuk ishin të drejtë, por mëkatarë, shkelës të ligjit. Nuk ishin të drejtë, shkelës ligjit. Që ishin plotësisht në shkelje, ja ku ta thot, të ligjit, dhe shkelësve ata do të jenë shokë, por shpirtrat e tyre nuk do të vriten në ditën e gjykimit dhe as nuk, në këtë rast, nuk do të ringjallen qandej. Unë bekova Jahwe në lavdisë dhe thash, i bekuar qoftë Zoti im, Jahwe i drejtësisë që sundon përgjithmonë. E shikon që ishte një zë, tu e Sheoli me pak fjalë, kështë jo Ferri, por më falë, tu e Sheoli, se ke të ndara. Sheoli, mas ndaj, kemi Ferrin dhe komportamentet drejtëve, por e pamë që ishte kush, ishte shpirti Abelit që gjende bente padi kundra vëllait dhe kundra masandaj farës të ti që vazhdojnë thot të jenë të ligë thotë vrasës. Dhe ne e pamë që
Do se ai vdiq, ai po fletende, po si po fletende, që po flet, po ja tha, Enoku mori dhe engjëlli Rafael e çovi. Mos andaj me anë të besimit, Enoku, që sa po lexuam, me anë të besimit Enoku zhvendos fizikisht që të mos shikonte vdekjen e njerëzve, goditjet e njerëzve, të gjigantëve, dhe e çuan në kopshtin e denit. Engjëjt e çovin kopshtin e denit. Për 300 vjet ndenti atje. Dhe nuk u gjent më, nuk e gjenin më ku ishte, sepse Elohim Zoti e kishte zhvendosur. Dhe përpara se të merrej fizikisht të zhvendosën nga një vend në një tjetër, ai pati dëshminë se kishte pëlqyer Elohimit Zotit. Ishte i drejtë, este me ligjin e Atit. Dhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që afrohet Zotit Elohim duhet të besojë se Elohim është, dhe se ai është shpërbyesi atyre që me zell e kërkojnë atë. Mbajnë urdhrimet e tij, kanë besim të plotë. Me anë të besimit Noa, i lajmëruar hyjnisht, për ato që ende nuk shiheshin, u friksua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë, që është me anë të besimit. Me anë të besimit, Abrahami kur u thirr u bin të shkojë në atë vend që të merreshe për trashëgimi. Drejtësia që praktikon besimin duke mbajtur urdhrimet e Atit. Ta një Noa, Abrahami nuk ecni në palishmëri. Abrahami të tregon drejtësinë e tij, të besimit që ai kishte. Në zona fillon 26:5, duke mbajtur urdhrimet e ligjit, statutet, festat e tij. Dhe me anë të besimit Abrahami banoi në një tokë të premtuar, si në një tokë të huaj, si në një dhe të huaj, dhe ndenti në çadra bashkë me Icakun, Jakobin, birin dhe në këtë rast nipin, Jakob ishte nipi, bashkë trashëgimtarët të njëjtit premtim që po prisnin qytetin që themel, mjeshtër dhe ndërtues së cilit është Zoti Elohim. Zoti nuk thotë Zoti Elohim sepse është e njëjta fjalë. Elohim Yahweh ose Zoti Yahweh. Prisnin qytetin e ri, Jeruzalemin e ri që Ati ka ndërtuar, që është në qendrën e tretë që do zbresin mbas gjykimit të Mesias. Mbas shtrëngimit të madh që Mesia do vijë për të shkëputur ata që kanë ecur në rrugët e Atit, urdhrimet e Tij, në ligjin e Tij. Besim tek ai normal nuk diskutohet. Me anë të besimit vetë Sara ndonë se e kishte kaluar moshën, mori fuqi të bëhet me barë dhe të lindë, sepse e konsideroi besnik. E konsideroi besnik atë ke Atin Yahweh që e kishte bërë premtimin. Andaj, për një të vetmi, dhe ky gati për të vdekur lindër pasardhës të shumës sa yjet e qiellit, dhe si rera që është në breg të detit, dhe që nuk numërohet dot. Shiko tash situatën e tyre sot, që këta ishin gati për të vdekur. Abraham ishte 99 vjet, kur ngeli shtazan, Sara, gruaja e tij. E ndonë se kishte kaluar moshën e saj, mori fuqi të beshe me barë dhe të linte, sepse çfarë? E konsideroi besnik Atin Yahweh që kishte dhënë premtimin. Ndonë se ishte vdeku situata atyre, këta unë ta të bej, shiko, prej teje ta do ta bej, prej barku të gruas tënde Sara, që njeriu e konsideron, shkenca e konsideron, që në këto gjë nuk bën, nuk ndodhin, që ajo mund të ishte 80, ndoshta, nuk e di, 80 vjet. Pa ishte 99, ishte 100 vjet Abrahami. Të gjithë këta vdiqën kush? Sara, Jakobi, Icaku, Abrahami, Noa, Enoku. Po si na del që ai është në qell? Të gjithë këta në blu. Të gjithë këta në blu, Abeli, Kaini, se nuk e mund Kaini, po nëse. Enoku, Noa, Abrahami, Icaku, Jakobi, Sara, të gjithë këta vdiqën. Do besojmë shkrimin, Biblën, apo interpretimet vetjake
Bibla thotë të gjithë këta lartë, përfshirë Enokun, që ishte lartë. Ja ku ke, vdiqen Enoku. Nuk ka as njeri në qelë, përveç se birit të njeriut, që unë gjitë në qelë tani. As një tjetër, prej njerëzve, nuk është ringjallur, o të ke shkuar në qelë, dhe të ketë ndëntjen e tia fizike që vetëm Mesia Jeshua ka tani. Dhe është mësimi më vete për punën e Enokut, sa po i përmenda disa gjëra, po dhe jenë evidencat. Ndërkohë Elia shkruan disa letra, kur akoma ishte gjallë. Do t'i shikojmë mësimin të dy. Shkruan një letër, dhe shikon mas ndaj kohën, kur e shkrojti, kujtja shkrojti, ndërkohë ishte Elisha. Elisha ishte marrë mantelin, kur Elia shkruan një letër. Por puna është që ne do të shikojmë, do të lexojmë disa gjëra, i kërkon dhe merr interpretimin dhe nuk bazohesh në njerëzit. Të gjithë këta vdiqën, të gjithë këta lart kanë vdekur, përfshirë Enokun, që ishte lart. Që po pret të ringjallet Enoku së bashku me të tjerët. Atëherë dishepujt ja afruan dhe i thanë Mesias, përse po u flet atyre në shëmbulltyrën e farës? Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre, sepse juve ju është dhënë të mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qejve. Të është dhënë ty dhe mua. Në është dhënë, por puna është që i mbajnë peng sot, mësuesit e rejmë. Interpretime më së ndaj vetjake dhe i futin e heqin një shkrim, e futin gjysmë vargu dhe varpon me atë. Si, më së ndaj, harrohet konteksti, harrohet harmonia e 30 vargjeve që mbështesin të njëjtën fjalë, harrohen, hiqen ato. Jo, mos i paraqis ato, sepse unë do të paraqis të timen, dhe merre këtë gjë, kaq është. Mos më fol ti je. Kaq është. Na është dhënë mundësia të njohim të fshetat e mbretërisë së qejve, ndërsa atyre nuk është dhënë. Përse? Përse nuk është dhënë disave sot e kësaj dite? Sepse thot ati që ka dhe normal që atja jep, por ka vendosur zemrën pse ai ka, do të jepet akoma më shumë dhe do të ketë vullnetk. Ndërsa ati që nuk ka, do t'i merret dhe ajo që ka, thot. Prandaj unë u flas atyre me shëmbulltyrë, sepse duke parë nuk shohin. Ndërkohë duhet të njihnin disa të fsheta të mbretërisë, thamë pak më përpara. Ato që po i zbulojmë, ti shikon fjalët e Enokut për shtrëngimin e madh, mundimin e madh, për brezin e të largët që po ishte për neve, heshtaj libër që po të shikosh flet për mundimin e madh, për ardhin e Mesias, për 1000 vjeçarin, biri njeriut përmendet, i zgjedhuri që Enoku citon hapurazi mbi 5-6 herë në librin e tij, thotë i zgjedhuri, që vetëm ai ka vazhduar ta citojë atë dhe më duket se përmendet më së ndaj një herë, ndoshta disa herë nga profetët dhe në Vjetën e Re. Po, fjala në Luka, kur në vizioni kur ati më së ndaj jep lavdinë, më së ndaj i shfaqet zëri dëgjohet për ne shëmbulltyra e shndërimit lart në mal, që mori lavdinë. Jo shndërimin, po mori lavdinë. Ju shfaq ati siç Moshe mori lavdinë në fytyrën e tij. Moshe mori në fytyrën e tij. Mesia mori në atë moment të plotë mbi trupin e tij. Shkëlqimin e atit. Dhe ati flet, to që jam i pëlqyer në të zgjedhurin tim. Shumë herë është përthyer në birin tim, gjëra të tilla, masana po të shkosh nga Greqia është fjala siç Enoku e citon specifikisht. Nëse nuk e dëgjuar, nuk dëgjojnë dhe nuk kuptojnë, thot. E shikojmë në fillim ajo fara që e dëgjon, por pastaj nuk e kupton dhe largohen. Përse? Kështu ndërta përmbushet profecia e Jeshaja që thotë, ju do të dëgjoni dhe nuk do të kuptoni. Do të vështroni, do të shikoni, por nuk do të shikoni, thot. Sepse zemra është tërë çështja jonë. Zemra këtij populli është e bërë pa ndjeshme, e ka mbyllur vetë, thot. Janë bërë të rëndë veshët e tyre, i kanë mbyllur sytë dhe
nuk shikojnë me sy, nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemrën e tyre, dhe nuk pendohen, nuk kthehen, që unë t'i shëroj, thot Ati. E shikon, përse sot janë zemrat e pandjeshme ndaj urdhrimeve që nuk i pranojnë. Veshët janë bërë të rendë, sytë i kanë të mbyllur, ti e lexon vargun, ai nuk do ta di se sytë e tij janë të mbyllur nga ana frymërore. Ai shikon diçka tjetër. Ti i thua, mëkati është shkelja e ligjit. Jo, mëkati nuk është mes e ligji është hequr. Fillon manipulimi i shkrimit. Nuk gjykojnë, nuk pendohen që të shërohen nga shkeljet e ligjit. Por lumë sytë tuaj që shohin, veshët tuaj që dëgjojnë, sepse në të vërtet po i them që shumë profetë dhe të drejtë, më përfshirë në okun, veshën të shohin të gjëra që ju po shihni dhe nuk i panë, dhe të dëgjojnë gjëra që ju dëgjoni, por nuk i dëgjuan, sepse më mbaroj ku atyre, thoshte. Ndërkohë keni profetët dhe të drejtët. Shikon, disa ishin profetët, po disa ishin të drejtë. Shumë Zakaria Elisheva ishin të drejtë në sytë e Zotit Jahve, duke ecën të gjitha urdhrimet, ligjet e Atit Jahve. Ata ishin të drejtë, Jobi ishte i drejtë. Jobi, si e shikon që në fillim, ja ta edhim të vargun e Jobi, du ta kemi diku këtu, po ja, Jobi 1, nuk e paska, më ke edhim nga interneti, Jobi 1. Apo Korneli, Korneli si ishte Korneli? Korneli zbaton të ligjin. Aj. Korneli zbaton të ligjin. Apostujt, para se Mesia të vinte, zbatonin ligjin. Morën dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse do ta merrnin për të ringjallur një person, Mesia Jashua. Ai do t'i ringjalli. Dhe ai dha, në këtë rast, Ati dha nëpërmjet tij, mbas ringjalljes së tij u dha frymën e shenjtë, që në mënyrë që ata që kanë frymën e shenjtë do ringjallen. Dhe në kohët Jobi kishte frymën e shenjtë. Abrahami, Noa, Enoku, Davidi kishin frymën e shenjtë. Ishte Mesia? Jo. Si ishte akoma? Era kjo dispensimi mos andaj ndarja. Ja tani na erdhi fryma e shenjtë, vepra 2. Fryma ishte më përpara, që në fillim, sa po bëjmë mësimin. Që në fillim të Sanafilës. Okej, Jobi 1. Jobi 1. Në vendin e Uzit ishte njeri i quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm, pa njolla, pa të meta, dhe ishte i drejtë dhe kishte frikë nga Zoti, i largohej së keqes. I drejtë, zbaton ligjin. Marrim Kornelin, normal, njëjta situatë. E njëjta situatë. Ndërkohë do fillojmë të bëjmë disa mësime të shkurtra për çdo lloj kyçi të bargjeve që sot i shtrembrojnë masandaj. Pa një lloj konteksti, vepra 10 shtrembrojnë me njëherë. Ndërkohë çfarë thot vetë shkrimi? Ndërsa Pietri po mendoi me dyshim me ç'mund kishte bënte ky vegim, vargu 17. U sollën përpara disa njerëz nga fryma që foli, masandaj i tha Korneli, dërgoi, thot, për atë Pietrin, thot. Dhe fryma e thot, shko me ta. E masandaj Pietri si thotë? Vargu 28. Dhe ju e dini, tha, që me traditat njerëzore të tatanëve nuk të lejohet, thot, ajo miqësia, thot, po aty nuk e ka thënë gjë të tillë, ta duash të afërmin si vetja juaj, por gjithsesi Zoti më dëftoi në çarçafin që të mos e quaj asnjë njeri. Ishte ti, Kornel, që të quanin neve në fillim të papastër, dera. Tani,
Ati më dëftoj që ti je me mua, je vllai tim. Tani, fryma e shenjtë do të pastrojë zemrën tënde akoma më thellë se që kishe. Kaq. Që ti të ringjallesh nga i pastri, nga i drejti, nga i veçuari, pa njolla, nga Mesia Jeshua. Vargu 22. Karakteri i Kornelit. Veprat 10, veprat 10. Veprat e apostujve 10, vargu 22, vetëm. Okej. Dhe ata i thanë, centurionit tani, ta po i flisnin të dërguarit, po i thoshin Pjetrit. Centurioni, Kornel, njeri i drejtë që e druan, që ka frikë Zotin, për të cilin kombi judeve dëshmon, është lajmëruar në mënyrë hynore nga një engjëll i shenjtë i Zotit Jahwe, të thërras të hysh në shtëpinë e tij për të dëgjuar fjalët që ti ke për të thënë. Ndërkohë, Korneli u dëgjua dhe u lajmërua dhe u vizitua nga engjëjt, përse nuk vizitoheshin farisejtë, kishin anulluar ligjin. Korneli ishte zbatues i ligjit, një njeri i drejtë që e druante Zotin Jahwe. Njëri drejtë që e druante, njëri drejtë që kishte frikë Zotin. Konteksti, harmonia e shkrimit, kudo. Okej, po përpara se tash dikush thot po dale sepse çan këto, okej, dal të sillim kush është njeriu i drejtë. Edhe një herë. Më fal, okej, edhe një herë. Kush është njeriu i drejtë? Okej. Jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë. Kush? Ata që e zbatojnë ligjin. Janë të drejtë. Dhe Korneli dhe Jobi do ringjallen, do të shfaqsohen atë ditë, sepse këta ishin zbatues të ligjit. Ky ishte çështja. Zyra kur fëthrisë ndryshovi, atë ishin të tjerë në kohën e Jobit. Në kohën e Jobit, Jobi ishte në fakt ishte prithë, ishte mbret për veten e tij, një. Ndërmjetësonte, kishte altarin në shtëpinë e tij, ndërmjetësonte për veten, për fëmijët, për familjen e tij. Ishte mbret në tërë krainën. Me ata 3 mbretërit e tjerë që i quhen shokët e Jobit më së ndaj. Dhe Jobi 42 shpjegon vargun e fundit në detaje Septuagjina, që është përkthimi i vërtetë më së ndaj jo i farisejve. Farisejnë të morën më së ndaj nga Mazotiku që për ju që kuptoni, dhe Mazotiku, siç e dimu, ju dha perëndimit në versionin King James. Po të shikosh Septuagjinën në Jobi 42, nuk është vetëm një varg që thotë King James thotë, okay, Jobi vdiq, kaq. Vdiq? Ja i shikojmë bashkë, pse vllai do të thotë ato gjëra. Ja i shikojmë bashkë në kohën e internetit dhe gjithsesi i flasim. Okay. Ta shikosh vetë ti, çfarë kanë hequr farisejtë. Ja vllai po më për një moment edhe ta jap vargun e fundit të Jobit, mos gaboj, 42. Po, Jobi 42 mbaron libri i tij, por mos andaj në edimi që versioni King James thotë që Jobi ishte si më lejo ta gjej se këtu po flet. Gjën e 17, më fal, okay. Në 17 është vargu 17 që është domethënës. Vargu 17 versioni King James thotë që okay, Jobi vdiq që ishte njëri në këtë rast që mbushi ditët e tij dhe kaq thotë. Ndërkohë, po të shikosh Septuagjina që ishte të paktën 1000 vjet më përpara përkthimit të farisejve. Që farisejt nuk ishin akoma kur Septuagjina u përkthye. Septuagjina ishin 70, jo 1000 vjet, më falë se gabova, të paktën 300 vjet.
ndoshta nëse ishte shumë vite më përpara, të paktën 300 vjet më përpara, dhe ta shikosh te ti vet, si janë vargje që shpjegojnë kush ishte Jobi, çfarë ndodhi, jam po e marr si tash përkthimi më njëherë dhe masandaj do ta kemi më vete, por vargu 17 dhe ti mund ta shikosh në Biblën. Ne më marrim, nuk është puna ta shikosh dhe ti. Ta shikosh dhe nga Bibla shqiptare, por kjo është nga Septuaginta. Shikoj sa gjëra shkruhen. Shikoj sa gjëra shkruhen. Tash po të marrim neve nga libri farisejve që na dhanë mos andaj përkthimet e tyre që manipuluan në një mënyrë të paparë dhe ata, por se për atyre u dha dhjetë e vjetër dhe sa hoqën dhe sa shtuan, hoqën libra të tjerë, nuk bëhet fjalë për disa fjalë. Jobi 42 ti ke në Biblën tënde deri në vargu 17. Okej, Jobi ishte plak, vdiq plak dhe ngopur me ditë. Okej, po pastaj ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi? Okej, ky është përkthimi i shqipes i farisejve me pak fjalë dhe ka shumë përkthime katolik që i dim që janë prapë me gjëra të tjera, por këtu kemi të bëjmë me Jobin 42:17 vetëm, ndërsa këtu kemi të vërtetën Jobin 42:17. Dhe Jobi i vdiq dhe plak dhe ploditë. Kaq ke në Biblën tënde. Ndërkohë vazhdon shkrimi. Dhe ashtu shkrua se ai do të ringjallej me ata që Yahweh, Zoti do të ringjallë për Jobin. Ky njeri përshkruar në librin sirian, duke jetuar në kohën e Usit, në kufin të Idumenas, në Arabisë. Emri i tij më përpara ishte Jobab, ta thotë masandaj prapë në Zanafillën diku. Jobab, dhe mori një grua arabe, ajo i lindi një djalë që ju Enon, dhe ai vetë ishte biri i babait të tij, Zare, një nga bijtë e Isaut, ishte për gjenealogjisë së Isaut, që të shkojmë masandaj Jakobin në këtë rast, jo Iso dhe Jacob, po dhe Jakobin. Dhe ai kishte nënës së tij Bosora, kështu që ai Jobi ishte i pestë nga Adami, nga Avrami. Ai ishte i pestë nga Abrahami, mbas Abrahamit. Në këtë rast në gjenealogjinë e pestë. Dhe këta ishin mbretër që mbretëruan Edom. Avraham ishte mbretër. Jobi ishte mbretër. Në të cilën thot ai, Jobi sundoi gjithashtu i pari, Balaku, biri i Behorit. Dhe emri i qytetit tij në Denaba, kur pas Balakut, Jobabi i quajtur Job, dhe më pas ti Asom, i cili ishte governator nga vendi i Themain. Dhe pas ti Adadadi, thot biri e Baradit, i cili shkatroi me djanën fushën Moabit, dhe emri i qytetit tij Gethemanit, dhe miqtë që erdhën tek ai Elifa, miqtë, shokët e tij Elifazi, dhe nga bijtë e Esaut, mbreti i Temanive, Baladadi, mbreti i Saukasve, Sofari, mbreti i Mineasve. Shokët e tija. Njeri Elifazi, masandaj kë kemi Baladin dhe Sofarin. Tre shokët e tija që ishin mbret. Dhe tha, këta, dhe pak më përpara, ishin mbretër. Këta ishin mbretër. Mbretërit që mbretëruan Edom. Dhe ja ku kete gjithë tu, që mbretëruan Edom. I ketë gjitha këto vargje për të shpjeguar që Jobi do të ringjallet me ata që Zoti do të ringjallë. Ndërkohë Jobi shkruan në librin e tij, jo në këtë, pa është dëshmia e Jobit. Një libër tjetër që kanë hequr. Thotë që shpjegon situatën, përse u persekutua dhe gjëra të tilla. Dhe thotë masandaj vetë këtyre shokëve të tija, Elifazit, Baldadit dhe Sofarit. Thot, përse, thot, ju mundojnë të bëni gjykatës ndaj ligjdhenësit, thot, sepse unë po përjetoj disa gjëra, thot, as nuk është urtësi, thot, që të kemi jetën e përjetshme, sepse unë e di, tha, dhe deklaron në librin e tij, që unë do ringjallem me ata që Zoti Yahweh thot do ringjallë. Prandaj,
Septuaginta, në këtë rast që ishin 72 hebrejnë që ishin në zonën e Egjiptit, atëre të mbretit që ishte nipi Aleksandrit të Madh, Ptolemeu, që në shekullin e 3, 300 vjet përpara ardhjes të Mesias, morën dhe përkthyen nga origjinali që ata kishin. Dhe shikosh çfarë dalin, po të shikosh shumë gjëra, masandaj që nuk i ke në Bibël, që japin zgjerimin. Biles po flit tani, dhe unë po i studion çik më thellë, por po flitet për kohën. Dhe është një varg në Jeremia që nga Septuaginta jep një festë në atit Yahweh që është lidhur me ardhjen e Mesias për punën e shkëputjes. Do t'i shikojmë. Nuk jep specifikisht, por du ta kuptosh. Shikoj sa gjëra që po flisin për Jobit, tash në Shqipen ti ke kaq. Okej, Jobi ishte plak, ke ngopur me ditë, si shikon këtu lart, Jobi ishte plak dhe plot ditë, por pastaj po këto poshtë nga vajte. Nëse. I folëm, vlla motër, kjo ishte në zemrën time sa për sa i përket sot se ka plotë gjëra, mos do të flasim kush janë 4 erat apo të gjitha aspektet që përkasin kësaj mbretërisë që po vjen, dhe merre në zemrën tënde që shkëputja nuk ndodh para apo pas pikëllimit të atyre ditëve të shtrëngimit të madh, kur ardhja e Birit të Njeriu do shfaqet në rreth e lavdisë. Ti bëj përgatitjen tënde. Për gjëra që unë fola, nuk dua të vazhdoj me të njëjtat gjëra që kam folur për shumë herë, por lutem që të kuptosh çdo aspekt të mirë që i përket jetës tënde. Lavdi emrit të Tij. Ka shumë gjëra që do të preknim më tepër, por vajti goxha, dhe nëse ka ndonjë pyetje ju mund të më paraqisni, por ja i thëdim një varg për disa ndoshta vllai motrash deri po ti po dëgjon deri tani. Profetin Enoku, le të nxjerrim një varg për ngjarjet e kohës së fundit. Le ta nxjerrim atë varg. Është mirë që ti ta marrësh. Ndoshta s'është kjo këtu ja për një moment sa të gjejmë dokumentin. Okej, qëto. Se vem në fund, se vidim nga jemi. Shikoj çfarë thotë Enoku në librin e tij. Dhe kështu Yahweh, Zoti Yahweh, i urdhëroi mbretit të fuqishmit, të lartësuar dhe ata që banojnë në tokë, dhe tha: hapni sytë tuaj, ngrini brirët tuaj, nëse jeni në gjendje të njihni të zgjedhurin. Dhe këtu po profetizon Enoku për Mesian, të zgjedhurin e Zotit Yahweh. Yahweh i frymërave uli atë, Mesian, e uli, e ka bërë thot tashme, në fronin e lavdisë të Tij. Dhe fryma e drejtësisë u derdh mbi të. Fjala e gojës së Tij vret të gjithë mëkatarët dhe të gjithë të padrejtë do të shkatërrohen nga fytyra e Tij, të Zotit Mesias Jeshuas. Çfarë thos Bulesa? Çfarë del nga goja e Tij? Si citon të fryma është e njëjtë si në Gjoni dhe në Enoku. Nga goja e Tij çfarë del që vret mëkatarët? Del shpata, fjala. Fjala e gojës së Tij, të Mesias, që del është fjala me komandën, me ka fjalën. Dhe atë ditë do të ngrihen të gjithë mbretit të fuqishëm dhe të lartësuar, dhe ata që mbajnë tokën, dhe ata do të shohin dhe të njohin se si ai do ta shikojnë thotë realisht si Mesia do ulet në fronin e lavdisë së Tij. Dhe drejtësia gjykohet përpara Tij. Asnjë fjalë gënjeshtare nuk thuhet përpara Tij, përpara Mesias. Atëherë dhembja do të vijë mbi ta si një grua në lindje, dhe ajo ka dhimbje në lindje.
kur fëmia hyn në grykën e mitrës dhe ajo ka dhimbje në lindje. A nuk tha Mesia në Mateo 24? Është vetëm fillimi i dhimbjes së asaj gruas që po lind tha. Kishte fjalën kur shikoni disa shenja të tilla thot, okay, tërmejtë, luftra, gjëra të tilla thot, mos u shqetësoni, është vetëm fillimi i dhimbjes së lindjes. Ndërkohë ishin thënë, profeti Jeshaja përmend të njëjtën gjë për punën e dhimbjes së lindjes. Mesia thot të njëjtën gjë, që nuk kuptu, po shkruajtur para të mi e 500 vjetësh për para Mesias, për para ardhjes së tij. Flet për shtrëngimin e madh, mundimin e madh, që sa po na tha në vargun e parë. Dhe një pjesë e tyre do të shikoj tjetrën dhe do të merohet dhe do të jenë të shtuar në fytyrë dhe dhimbja do t'i pushtojë kur të shohin birin e njeriu të ulur në fronin e lavdisë. Shiko haprazi. Pasaj, normal që farisejtë në shekullin e dytë e hoqën dhe nuk ja dhanë të paktën perëndimit, po shumë prej komuniteteve mas andaj e kishin, sepse nuk merrin prej farisejve, morën prej së të vërtetës. Për atyre që kishin akoma scrollet, libër thatë. Ta shohin ta mbretit bota, thot, kur Mesia biri njeriut. Ja, e ke motër, të sindosa të doli. Kur ta shohin atë birin e njeriut të ulur në fronin e lavdisë së tia. Tash unë deri në këtë moment, po mos e shfaq një unë këtë edhe. Normal që ti mund ta kesh kuptuar që okay, po ja s'e bëri motra pyetje, po ku është në dhjatën e re, ku është shkruar? Çfarë kapitulli? Ndërkohë, ky ishte libri i Enokut që foli. Çfarë kemi? Çfarë tha Mesia në Mateo 25? Kur biri njeriut në lavdinë e tij bashkë me engjëjt e tij, çfarë do bëj? Do ulet në fronin e lavdisë së vet. Dhe të gjithë kombe do të mblidhen përpara tij dhe ai do të ndajë njëri nga tjetri ashtu siç ndaun bariu delet dhe cjeptë. Çfarë citovi këtu Mesia, vlla motër? Citovi Enokun, që ishte 3500 vjet përpara tia. Citovi Enokun. Ja t'i afrojmë pak. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të eci në to. Masimi yt është një lambë për këmbët e mia dritë, për shtetë.